mecat e vogla pranë hotelit, Marku, të shpiedrit pasurisë së tij më të madhe, tokës, baçet plot pemë frutore, udhinte lashtë, kosheret e bletëve që gumëzhinë në ndjell, vreshtaria që përhap aromën e verës së re, asnjë pëllëm nuk mbetet e papunuar. Çdo shkure, çdo rënjë ka një histori përpjekje pas saj. Unë kur u ktheva prej Italijës, erdha këtu, më lindi ideja të milli pemtore. Sepse mendova se është një diçka e ardhme, e mirë, edhe bio, si bëjmë bio. Unë shkova në Itali, në Sicilia, këto rajt 30 januar në Sicilë Italisë. Edhe tregon edhe vetë mund ta shihni edhe prodhimin se sa prodhim marrë ka. Unë vendosa se t'i bëj çdo gjë bio. Molla lehtia, molla hardhja siç po shifen, molla ullinj, molla pak shteja, po kështeja nuk është toka e saj, në fakt të më drejtën nuk i ka për 7 tokës. Po në fakt, tanë tokën si kam, e kam 100%. Se kam lanë një plam dje, mund të thosh edhe anës rrusi për me bënë hije, kam 1000 ara. Po, banë edhe hijen edhe prodhimi del për vete diçka. Ma mira e qashtë të kësaj punët, është gjitha bjet e këtë. Kush punon këtu? Punej 95% vetë, 5% marrë punëtor. Për t'i vijem do marrë punëtor. Për me krasit gjatë dimrit vetë. A ke parasysh? Nuk i përton punës? Ja, asë fije, asë njëherë. Edhe mund të thonë plot gojën kur hime punuon, 2 punëtor me i pas zot ma dalin. Sa punoj vetë. Jam shumë malakli dhe bëj shumë e pasjen. Nuk një asë i këpar logë.